Duhet të flini me derën e dhomës së gjumit mbyllur apo hapur. Ekspertët këshillojnë edhe zgjidhjen e dilemës. Shumica e njerëzve lënë derën e dhomës së gjumit të hapur gjatë natës për të qarkulluar ajrin, por a e dini se kjo nuk është alternativa më e mirë? Ka disa arsye pse duhet të bëni zakonet e mbylljes së derës së dhomës të gjumit gjatë natës, dhe më e rëndësishmja është se kjo mund të rrezikojë sigurinë e shëndetit tuaj. Në këtë video do të mësoni arsyet më të zakonshme dhe të filloni mbylljen e derës së dhomës së gjumit gjatë natës. Bllokon zhurmat dhe kjo ju ofron gjithashtu një gjurmë më të qetë. Nëse jetoni në mjedise të zhurmshme dhe jeni në gjumë të lehtë, ndoshta keni probleme të bini në gjumë, por kjo do të thotë se mbyllja e derës së dhomës së gjumit është një mundësi e shkëlqyer. Ju do të keni një shans më të mirë për të mbijetuar një zjarri. Nëse mbani derën e dhomës të mbyllur, do ta keni kohën e reagimit më të madhe, kryesisht kur e keni atë të hapur.